إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam. E falënderojnë Allahu dhul Gjelal, I cili në për zemrat tona ka futi iman, edhe me qatë imanin sot e kena gjetë derën e xhamisë. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina të pastërt, mbi shokët e tina të rinj dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërgumi I fundit I tina. Inshallah pra na jena për tinë. Mas pari herë pra shfrytëzoj rastin mi abo për hajër bajramin të gjithëve. A keni bajram hala apo jo? Bajrami I madh apo kurban bajrami o vlezën është 4 ditë. Pi ditën e parë tek deri ditën e 4 në ikindi. Tërë në ditën e 4 në ikindi, mas namazëve na qojna të këbire, për me madhnu Allahun dhul Gjelal. A e mërët vesh? Ndërsa, fitër bajrami, është 1 ditë veç. Ama na shqiptarët, I kena 2 islama. Një islam, që ka shkru në Kuranën në sunet, edhe një islam që kena bo na vetë. E kemi qartë. Edhe të na, për shembull fitër bajramin, e bojna 3 ditë, kur më bajramin 3 ditë, inshallah Zotin e pranon. Ama bashkë me atë islamin original, shka në Kur'an e në sunet pejgamberit alayhis salam, fitër bajrami është 1 ditë, kurban bajrami është 4 ditë. Fitër bajrami është bajrami vogël, që ki është bajrami madh. A na shqiptarët I kena bon këta bajrami vogël, atë qetrin të madh. I kena përzi pak do sejnë, po inshallah Allah I na I merr vesh qëllimet tona shka I kena. A I ke po dikujna ka dhe njëherë ja sha nanën, a I gëzohet. Pse se din se nuk jetë sha për një me. Ama da një kanë veç me këshirë shtrem I dhënohet. Pse se din se me qatë këshirë më shka e të këshirëti e ki për qëllim me sha. E ka dhe njëherë shumë ashtë me rëndësi që a I njëjeti shka I ki e ti në zemër. Inshallah I kena niyetet e pastërta. Edhe inshallah I kena niyetet e forta se për ibadeteve të madh mëdha, cilat janë ibadetet e zemrës. Zemra o vëllezër, më konë e pastër për para Allahu dhul Gjelal, a shumë punë e madhe, inshallah Allahu dhul Gjelal na I pastron zemrat. Sot pro është 2 herë bajram. Një herë është bajram për atë arsye se vllaznit tonë që I kena përcjell në Mekë janë të gjujt hala gurin, hala janë të bon të avaf. Hala do thotë se kanë kry haxhin bashkët. E tërsa ato kanë bajram, kemi edhe na bajram me ta. Se ato janë të lutë për neve. Ti e këtu në Shkup, ama dikush I Shkupit që ka shku atje, ato thonë o Zot falë mua, babën e nonën edhe krejt musliman. Ban dua për ty, ti të fleta I ban dua për ty. Pra ta syje pra, kur të kthehen agjit, do të me I prit, edhe me I respektu, pra ta syje se ka bon dua për tyje, shka ty e menja nuk të ka shku hiq, a I ka bon dua për tyje. Inshallah Zoti ju jep shnet, haxhiljerëve tonë. Po bajram qetër pse është, po se cila ditë e gjuma, për muslimanin është bajram. E sot do thot jemi në ditën e gjuma. Është një kohë në gjuma. Kur është e koha, kanë bën shumë polemik dietarët me zveti. Inshallah është në vaktin e gjumës, që taj, kur I kena lanë këtë punë, kena ardhur me madhnu Allahun dhul Gjelal, inshallah që ai vakt, inshallah Zotin na I pranon lutjet tona. Ata që ka përdu me përmenë sot o vlezën, është një surë në Kur'an, midis Kur'anit, suratul Kahf. Shumica për juve e dini. Edhe ka shumë për juve që ka e kanë tradit në ditën e gjumo
me lexu se e din që është për sunetit pejgamberit alayhis salam me lexu suratul Kahf ditën e xumon. E thash sa është i fortë, sa nuk është i fortë hadithi shka fol për këtë punë, aja që të mesele. Por ajo shka po du me përmend suratul Kahf në fillim shka fol për një grup trive, për tri të fol. Innahum fitjetun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Qështu po thot Allahu dhul Gjelal. Thot janë kanë një grup e vogël e muslimanëve të cilët i kanë zonë besë Allahu dhul Gjelal, edhe Allahu dhul Gjelal javë ka shtue hidajetin. Me siguri i këni nguë për këtë djemë, sa ka numëritin ve 7, 8, 9, nuk ka me rëndësi, se edhe Kurani do thot e përmen ati që kanë bëjë ihtilaf njerëzit me zveti, po kjo grup e vogël e muslimanëve qka ka hasën në kundërshtim me pushtetin. Edhe për ata arsye se ka hasën në kundërshtim me pushtetin, e kanë shlu venin, kanë shku me një kodër për me madhnu Allahun dhul Gjelal. E Allahu dhul Gjelal ka dasht me avështue imanin. Qysh me avështu imanin? E ka përmen Allahu dhul Gjelal në Kur'an, në këtë sura ati. I ka shti me fletë. Njeri sa mundët me fletë? Unë e për veti në dy satët, në del gjumi. Se më kanë shlu strafat. Si të plakësh më të shluën strafat. Ama dhe një i ri bjen me fletë një 8 sahat, si kënë që flenë, hish, si del gjumi. E ku pas një kushëri, unë 24 sahat flenke, pa i dalë gjumi hiq. Këto sa kanë fletë, Allahu dhul Gjelal i ka shti me fletë këto 309 vjetë. Dikush mund të thonë hoxha nuk ka smuë, i ka dallashit numrat. Jam smu për një me, ama që do numra si këmë dallashit. Me dillit 300 vjetë, me të hanës 309 vjetë. 309 vjetë. Se cilën 33 vjetë, një vit i hanës shtohet pak ma shumë. Edhe mas 300 vjetëve, ju ka dalë gjumi i këtinve. Kër ju ka dalë në gjumi, që kanë bo muhabet me zveti? Abe me sa pas me fletë shumë, sa këna fletë? Jo men, e u ba'da jo. Disa kanë thonë, po vëllaj, na pas kanë zonë gjumi një ditë apo një pjesë ditës. Po Allahu dhul Gjelal, qka i ka shti me fletë 300 vjetë. E për me i vërtetu që kanë fletë 300 vjetë, i thoi njënit për atinve, hajtë bere që dinari shkon në pazar ati, bledi shka për me hongë si ko këshmi unë këtu. E kur shkon kinë pazar me bledi a gjë, kur ja qëtë parën, e morin vesh të kjo parë ashtë para 300 vjetë, nuk ka qëtaj. Ti hullim tu, e morin vesh grupën ketë, ketë grupën. Gata është historia e këtëre, po qka po du me thonë? Po du me thonë që Allahu dhul Gjelal ja ka shtu halama te për imanin për me morë vesh punën e rinjalljes. Se Allahu kur do në me shtinti në gjumë të rinjallë mas 300 vjetë. Kjo ka ndodhë këtë dunja. E Allahu dhul Gjelal ka me të rinjallë edhe në ditën e gjikimit. Inshallah Allahu dhul Gjelal në rinjallë si musliman, duke dhe dëshmuë që Allahu një ashtë dhe se Muhammedi a.s. ashtë i dërgumi tina. Më ka një ri o vlezën, ashtë shumë punë e madhe. Nuk ka njësoj ibadeti i jemë, që i këmbo 60 vjetë, edhe ibadeti atina që i ka 15 vjetë. Ibadeti atina 3 vjetë, që i ka 15 vjetë, që i ka 20 vjetë, që i ka 30 vjetë, ashtë sukur altani. Ama ibadeti jemë, që i këmbo më 60 vjetë, ashtë sukur bakri. Pse? Se paqare kemi shku të Allahu dhul Gjelal. Ama i rivi i ka ke dyrë qelë, edhe ke dyrë i ka mshel, e ka qelë dherë në gjamis, e për ta shumë punë e madhe. Ama na ke dyrë i kena mshel, për neve ka me dherë e gjamisve të qelë. E s'ki ku me shku, paqare kemi shku
të xhamia. Për këtë arsye pra ibadeti i trivit është shumë me vlerë se sa ibadeti i plakit. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na shpërblen të gjithëve. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në misionet mëdha ka i ka zgjedh. A plesht i ka zgjedh apo trit? Ja, trit i ka zgjedh. Nëse morna me lexue për historinë e Muadh ibn Xhebelit, kur e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrës në Yemen. Këtë Yemeni e kanë pranuar Islamin pishlina njerit. A kon plaka? Jo, a kon i ri. A kon i ri edhe i mençëm shumë, i cili e ka njoft halalin edhe haramin ma mirë piket dhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit kur dalin ulemat, Muadh ibn Xhebeli një hap për para këtë alima vasht. Pse? Pse Allahu Dhul Xhelal i ka dhënë fik, i ka dhënë kuptim të fejes islame. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Yemen. Po Zeid ibn Thabit, çaj shka ne kam ledh Kur'anin neve sot, shka kon krijetar për me shkrujtën Kur'anin, a kon plaka i ri? A kon i ri? Po nëse merr me lexue për historinë e Xhafer ibn Abi Talibit, e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nip, E nëse merr me lexue për Abdullah ibn Rawahan, edhe për shumë qerë, shka i ka bon komandanta të ushtrijës, komandanti i ushtrijës, i ri, ushtria Mu'te, është prej luftave shumë të rrezikshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po hala para se me vdek, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me nis një ushtri, në krye të ushtrisë e ka lënë Usame ibn Zeid, djalin e Shildina Zeid ibn Harithit, Usamën. 18 vjet i ka pas, 18 vjet. Sot një 18 vjeçari joni s'di me fshi hunën e vet. A ki e ka udhëheqën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sinetinve edhe Omerin edhe Ebu Bekrin edhe çato sahabët e mëdhej. 18 vjet, gjali ti dush më konë komandanti i tinve. Ashtu që rinia o vëllezër ka ambicie të forta shumë, nëse din mi përdor për Allah, Allahu Dhul Xhelal i hec për para. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pranuar Islamin, i ria kon 40 vjet, edhe kanë ardhur Mekës, i kanë ofruar shka mos, apo do gruje të mirë, apo do parë, apo do pushtet, shka dush, apo do të japë veç leje këta, mos na dallashitini fejen e baballarëve. Edhe ka ardhur kush migja i vet. Shej ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë vallahi, sikur të mavnojnë dillin ka një nanë, edhe hanën ka çtran, se shlojnë në këtë fe. Pse sa kanë i bindur në fejen e Allahut Dhul Xhelal. Njëri shka është i bindur në atë parimin e vet, në atë fejen e vet, në atë zanatin e vet, në atë hizmetin e vet, hes për para. Po i rivi zakonisht e ka babën edhe nanën hala gjallë. Edhe unë nuk jam një babë edhe një nanë i cili lutet keq për evladin e vet. Ai del punon, ama baba dhe nana lutet për ta. Ai hes ma për para, ama për mu kush ka më lutë, më ka dek baba, më ka dek edhe nana më ka dek. Nuk lutë dali kush për mu faleminderit, po su lutë, ato shka janë lutë kanë dekën. E për këtë arsye ai rivi ka dikush ka ban dua për ta, e Allahu Dhul Xhelal i jep bereqet. Edhe sa të rinjt ton punojnë edhe kanë bereqet në krah baballarëve edhe të nanave që i kanë të shtëpia. Inshallah Allahu Dhul Xhelal çato që i kanë babat edhe nanat gjallë ja dhurojnë veç për lutjet që i bojnë për ta. Ka dhe shumë gjona tjera me fol, por duke pas parasysh se koha u afru, lusë Allahu Dhul Xhelal me ne fal gabimet dhe me na bon prej atinve shka Allahu Dhul Xhelal është razi, se nuk ka njerë si përfaqësin e tokës pa gabime, po ma i miri është qaj i cili ban istikfar edhe kërkon lutje prej Allahut vet. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na i fal gabimet dhe na i pranon duat e tona. E kulu qawli hadha
wastaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.